Si ta kuptoni nëse keni probleme me gjëndrën tiroide? Hipotiroidizmi. Sipas informacioneve, në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Nëse vëreni se po shtoni peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë kontrolloni tiroiden. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroideje të lodhur që nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet të çrregullta, rrahje të ngadalta të zemrës dhe një përgjumje e përgjithshme. Pagjumësia dhe ankthi janë disa prej simptomave të hipertiroidizmit. Hipertiroidizmi ka të bëjë me prodhimin e tepruar të hormoneve nga tiroidja. Simptomat të tjera janë plogështia, rënja në peshë, rrahjet e shpeshta të zemrës dhe nervozizmi.